një figurë e tillë, me një personalitet të tillë, ndoshta mund të ketë qenë shpërblim për karrierën e jashtëzakonshme që ka pasur, apo edhe për faktin që Ballkani është porta e Europës, aq më tepër në këtë situatë që ndodhemi tani? Generali ka një CV impresionuese. Ju i përmendët disa nga elementët. Në 2020 ka qenë i nominuar i presidenti Trump për ambasador të Katarit, në mos gaboj. Unë mendoj këtë, së pari është i lajmi mirë që Shqipëria rikthehet në vëmendje dhe do ketë një përfaqësim në nivel ambasadori. Ishim edhe të mund të rrezikonim për shkak se në një rikonfigurim të mundshëm ndoshta, se asnjë nga vendet e Ballkanit nuk ka për momentin, ndoshta mund të lini edhe një. Pikërisht. Ka qarkulluar kjo ideja që mund të ishte një për gjithë, ose dikush të mbulonte gjithë rajonin e Ballkanit. Ndaj është lajm i mirë, sidomos për sa i përket situatës geopolitike në cilën ne ndodhemi. Unë kam këtë shpjegim, nuk është se kam një informacion shumë të madh në lidhje me figurën e generalit, por në dhjetor të vitit të shkuar, të 2025-s, presidenti Trump firmosi dokumentin e kaluar në 2 dhomat e Kongresit, aktin e autorizimit të mbrojtjes kombëtare, NDAA-n, ku kishte një seksion specifik për Shqipërinë, ndryshe nga vitet e tjera kur një dokument i tillë i sigurisë kombëtare ka kaluar. Dhe kishte një seksion për Ballkanin, ndjes. Që do të thotë Ballkani është, pavarësisht se mund të duket si periferi, një zonë e vogël, një rajon i vogël e tjerë i parëndësishëm në kontekstin e pikturës së madhe të ngjarjeve botërore, po fakti që është një seksion më vete atje, i kushtoi një seksion specifik, do të thotë që ka një farë ndjeshmërie në Washington. Dhe elementet kryesor që ishin në pjesën për Ballkanin ishte fakti që Shtetet e Bashkuara zotoheshin që nuk do lejonin influencë ruse apo kineze në rajonin e Ballkanit dhe natyrisht nuk do lejonin korrupsionin, krimin e organizuar, kartelet e drogës që janë bërë një shqetësim serioz për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqipëria në një farë mënyre është një shtet i vogël në një rajon delikat, pro-amerikan patjetër, por që i ka të gjithë këto problematikat që shprehin në atë dokument. Ka një problem shumë të madh që e thotë ngarkuara me punë Nancy Van Horn vazhdimisht në çdo takim me qeverinë shqiptare, me përfaqësues të qeverisë, që është lufta ndaj krimit të organizuar dhe karteleve të drogës që nuk po ndodh. Shqipëria në raportet e Departamentit të Shtetit, raporti për narkotikët në volumin e parë të vitit kaluar, cilësohet si një vend që është kthyer në një vend hub pra në një vend kyç për trafikimin e kokainës dhe të heroinës, një problem që nuk ka qenë më përpara. Kemi pas probleme me kanabisin, kultivimin e kanabisit e tjerë, por nuk ka qenë kokaina, heroina, drograt sintetike, të cilat vijnë nga lindja dhe në këtë korridor të ri të krijuar nëpërmjet Shqipërisë përhapen në të gjithë kontinentin evropian dhe shkojnë në Mbretërinë e Bashkuar, po dhe në kontinentin amerikan. Pra ky është një shqetësim serioz. Më pas influencat ruse dhe kineze, që ne nuk i kemi pasur, nuk ka qenë në Shqipëri një problem ky. Por ne e pam se çfarë ndodhi me në portin e Durrësit me Porto Romanon, një nga kompanitë akuzuar dhe nga ish-zëvendës kryeministri Ahmetaj, por dhe nga mediat në Shqipëri, një nga kompanitë ajo që do ishte fituesja para se ta anulloj tenderi me një arsye që Sharaki që nuk i mbush mendjen askujt, kishte lidhje me kompani ruse, me Lukoilin dhe me element të sankcionuar. Kemi pasur skandalin e Akshit, bëhet fjalë me ato që kanë dalë nëpër media dhe për rrjetet të dhënave të NATO-s, se të qytetarëve shqiptar pa diskutim, domethënë të dhënat sensitive të qytetarëve shqiptar janë kthyer në një produkt tregu që shitet në tregun e zi. Lexoja një raportim që të dhënat e qytetarëve mund të gjenden në atë që quhet dark web, në internetin e errët dhe tregtohen me Bitcoin apo me mënyra të tjera. Pra këtu në Shqipëri nuk bëhet më fjalë për çështje korrupsioni. Këtu kemi kaluar në një shkallë edhe më të lartë dhe bëhet fjalë për cënim të sigurisë kombëtare të Shqipërisë, të sigurisë rajonale, por dhe të sigurisë së vendeve të NATO-s. Dhe fakti që në Shtetet e Bashkuara presidenti Trump ose kjo administratë përzgjedh një figurë me një CV të tillë dhe me një background në fushën e sigurisë,
si generali që ka dalë dje në media, tregon që pikërisht këto çështjet e sigurisë, të gjithë problematikave që dhe opozita ka ngritur, dhe raportet e Departamentit të Shtetit, dhe raportet e progresit të Komisionit Evropian për Shqipërinë kanë ngritur, janë në lupën amerikane dhe duhet një figurë e tillë e fortë me këtë background për të përfaqësuar interesat amerikane në Shqipëri, se në fundit ai vjen për të përfaqësuar shtetin e vet këtu. Dhe unë mendoj, të paktën unë personalisht me një pamje të parë këtë analizë mund të bëj. Më pas sa më shumë të marrim vesh për figurën e të nominuarit si ambasador, ndoshta do bëjmë analiza më të thelluara ose ju bët një panoramë të qartë si brenda si jashtë vendit, por duke parë figurën e tij duket sikur është propozuar më shumë për jashtë kufive të Shqipërisë. De facto ai zëri sikur do jetë për gjithë Ballkanin me kapacitetin dhe profilin që ka. Ndoshta nuk do ketë kohë që të merresh shumë me këto cicmicjet brenda, se ne për çdo lëvizje politike apo deklaratë jemi mësuar që shikojmë si do jetë reagimi nga rruga e Elbasanit. Nuk besoj që do jetë që të ketë reagim apo qëndrim, postime si Yuri Kim apo të tjerët, thuajse duke qenë shumë protagonist për çdo ngjarje. Pra do jetë ndoshta më i tërheqën politikën e brendshme. Bazuar në CV-n e generalit, unë nuk do doja ta ofendoja që ta krahasoja me Yuri Kim, se do ishte nuk do vim për çështje të vogla. Një ofendim, jo, do ishte një ofendim shumë i madh. Zonja Kim nuk e di, ka tejkaluar çdo limit të diplomacisë, të rolit të saj, ishte tërësisht rast tjetër. Domethënë unë nuk mendoj se ka precedent në historinë botërore, nuk e di me kë mund të jetë e krahasueshme për shkeljet që ajo i ka bërë dhe përdosjen që ka bërë rolit të ambasadorit dhe si përfaqësuese e Shtetet Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Generali, paktën nga CV-ja, duket se është tërësisht profil tjetër, është një nivel shumë i lartë, me një eksperiencë shumë të gjatë, e tjerë me radhë në fusha të rëndësishme të sigurisë, kur ka qenë i dërguar në lindjen e mesme me Izraelit dhe autoritetit palestinez, mendoj që mund t'ja dalë edhe në Shqipëri. Por siç e thash, do duhet të dim më shumë që të bëjmë një analizë më të mirë informuar për atë vetë si figurë dhe për impaktin që do ketë. Në pamje të parë, duket sikur shqetësimet që janë në Shqipëri për kartelet, krimin organizuar, ndikimin rus, kinez edhe në rajonin e Ballkanit, por dhe në Shqipëri, të dhënat e NATO-s që kanë rrjedhur dhe të gjithë shkeljet e sigurisë kombëtare rajonale dhe të NATO-s, duket se është një figurë që përshtatet domethënë me këto problemet që kemi ne këtu. Por nga ana tjetër, pa diskutim që ka dhe diçka, sepse lidhet dhe politika jashtme me të brendshme. Politika e stabilokracisë e ndjekur nga presidenti Obama, Biden, nga kjo e majtë amerikane, nga elitat e Brukselit në Shqipëri ka dështuar. Dhe ka ndodhur ajo që kemi thënë gjithmonë që do ndodhte, që kjo stabilokraci, pra sakrifikimi i demokracisë, i standardeve të demokracisë së brendshme për hir të stabilitetit, çon në fund në destabilitet. Është një gjë e provuar kjo, mund ta marrim si aksion këtë gjë, jo që është provuar edhe në raste të tjera, po dhe në rajonin e Ballkanit. Dhe kjo është një strategji e dështuar që Amerika ka hequr dorë. Tani alternativa ndaj stabilokracisë është si forcimi i demokracisë, si forcimi i stabilitetit, nuk janë përjashtuese të njëra tjetrës këto të dyja. Përkundrazi, demokracia ka nevojë për stabilitetin, por stabiliteti ka nevojë dhe për demokracinë. Në Shqipëri janë shëmbur shtyllat e republikanizmit, minimumi i standardeve demokratike këtu nuk ekzistojnë, liritë e individit janë gjithmonë më në të kurje, gazetarët, për shembull, raporti i Departamentit të Shtetit për të drejtat e njeriut thotë që gazetarët vetë censurohen në Shqipëri. Qytetarët shqiptar janë të përjashtuar nga arena publike, nga vendimarrja. U thuhet mos ndërhyni, mos
s'pun ke ti, ç'të duhet ty, është shpreha që u thuhet qytetarëve shqiptar. Dhe qytetarët shqiptar janë atë që unë e quaj shoqëria e tërheqjes, janë tërhequr drejt privates, e kanë lënë bosh hapësirën publike. Të presionuar, të trysnuar, të kërcënuar me vendin e punës, me bukën e gojës e tjerë, me shumë gjëra, po propaganda me gjithë këtë presion të madh në 13 vite ka bërë që qytetari shqiptar të struket në privatësinë e vet. Dhe ta lërë arenën bosh, duke lërë shtetin e madh dhe të gjithë pushtetshëm të uzurpojë këtë arenë publike. Dhe jemi në këto kushte sot në Shqipëri, kur janë shëmbur disa themele që janë tepër të nevojshme për bashkëtesën e paqë në një vend, por dhe për avancimin e këtyre standardeve demokratike, të ekonomisë së tregut, kapitalizmit dhe gjitha këtyre politikave që çojnë në forcimin e individit, familjes dhe më pas të shoqërisë dhe të një kombi. Ndaj, është patjetër edhe pjesë e fushbeprimit të ambasadorit, domethënë nuk është se ai mund ta anashkalojë gjithë këto, se më pas kjo bjerje gjithë këtyre elementeve me kërcënimet që na vinë, me lulëzimin e karteleve të drogës dhe gjithë këto elemente tjerë të sigurisë që unë përmenda, duke u bërë gjitha bashkë, bëjnë që Shqipëria të kthehet në një vend të pasigurt dhe natyrisht për interesat e tyre. Shtetet e Bashkuara nuk e duan këtë, nuk e duan, kam përshtypjen unë, një Shqipëri me gjithë këto defekte të lejuara edhe nga faktori ndërkombëtar për arsye ideologjike, për arsye lobimi, për një sër arsyesh që mund të jenë, po fakti është që sot Shqipëria është një hallkë e dobët e NATO-s dhe NATO-ja është, si çdo aleancë tjetër, është aq e fortë sa hallka e vetme e dobët. Nikola, të flasim tani për Hungarinë. Në këto ditë prej së dielës në media kanë folur shumë për zhvillimet atje, duke bërë edhe krahasime në lidhje me Shqipërinë, Ballkanin, ndikimin në Europë. Një pjesë kanë konsideruar si fitore të Bashkimit Evropian përballë SBA-s edhe Rusisë, e shumë teori të tjera, po shumica e këtyre, për të mos thënë gjithë që kanë folur në bazë asaj që kanë lexuar. Por ju ndryshe nga ata keni perceptimin dhe në Shqipëri, pasi këtu jetoni, por ishit atje duke ndjekur procesin zgjedhor dhe për aq ndoshta pak apo shumë sa qëndruat, e keni diçka më shumë se sa duke lexuar në media. Tani mund ta bëjmë një krahasim për atë që ndodhi në Hungari, ndoshta ajo val mund të vinë në vendet e Ballkanit pas 16 vitesh atje me Orbanin, pra çfarë kishte ndryshe atje dhe nuk ka në Serbi, në Shqipëri apo në Maqedoni apo në vendet e tjera. Sepse një nga gazeta gjermane sot shkruante që më të trembur janë Vučić, Mickovski dhe Dodik në Ballkan. Pas ka lënë Ramën jashtë. Po, solla argument. Jo, nuk mendoj se ka